Është e mundshme i thirrim e hap një ankant, i thirrim investitorët. E bën një çmim të ofertuar shumë kështu të lakmueshëm. Pavarshëm, po, për me investuar në energji elektrike, i nal birokracitë. Nuk ka nevojë 500 ambasada me shku. Unë jam kom vetë dëshmitar kur u bën një komunikim ku njëna prej kompanive që dhe kemi investuar ka zëke çfarë birokracie ashtu ndodh në Kosovë. Nuk ka nevojë lidhet me ZKM ose me zyrën e kryeministrit. Edhe lehet nëpër ministri, Ministria e Ambientit, Ministria e Ekonomisë, këto këtë grupuar me një vend. Qështu shkon nëse do me bëni një investim shpejt dhe si duhet. E merr një kompani bukur me emën, ja vendos penalltit në kohë dhe penalltit në teknikalitete. Nëse do me bë punë o fjala. Qështu mundesh me bë edhe central me hidrocentral, masi s'kena mundësi, nuk po them që s'bëhet kur. Po them që ma pak ka mundësi shkaku i gjeografisë, i ambientit që e kena. E bën me panele solare, e zgjidhni tokë. Nuk kena nevojë na me prit agjencionin e pyet desa ta bën një udhëzim. Atë sa kena prit. Bizneset kanë prit për një udhëzim për me kthy tokën në panele solare. Pse u kon nuk po them që ka do e mos agjencioni i pyjeve faj. To e iniciativa shtetërore që do të